Kjo protest më e bukura, më frymëzuesja në 36 vite, as sot nuk ka rënë prej provokimeve të policisë. Pavarësisht se ata tentuan disa herë të na provokojnë, ne nuk rëm prej provokimeve derisa ata u detyruan të na sulmojnë. E pasi na sulmuan, e disa prej shokëve tani morën, u detyruan të ulin kokën dhe të hapin derën. Sepse e kanë kuptuar që kjo protest shënon fundin e tyre. Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Ju erdhi fundi! Sot për herë të parë kishim mundësinë që të shkonim përpara parlamentit e t'ju jepnin mundësinë të zgjedhurve tanë na shikonin sy. Ata nuk na pan dot. E pat si u fshehën, ndiheshin të zënë si miu në qark. A e dini pse? Se ata kanë frikë të na shohin ne në sy. Se nuk janë të zgjedhurit tanë, ata janë të zgjedhurit e krimit, oligarkisë ekonomike. Edhe të kryetarëve të partive që i kanë futur në listat mbyllur. Sot ne rezistuam përsëri paqësisht dhe ju treguam se jemi më të fortë se ata, më të zëshëm se ata, e më të drejtë se ata. Edhe një herë në muajin e dytë le të kërkojmë dorëheqje! A e dini çfarë? Për sot madje ne na duhet ta falenderojmë policinë, sepse kur ka kështu rastesh, ne e duam më shumë njëri tjetrin. Ajo polici hipokrite e cila deri në momentin që të vendosit na dhunonte, i kemi dhënë ujë për të pirë, se janë 40 gradë aty. Punojnë nga 12 orë, nuk marrin as tjeta, nuk marrin as paga. Ata nëse se kanë kuptuar deri tani, duhet ta kuptojnë se ne do t'i çlirojmë dhasa. E kuptoni se policia e shtetit është e burgosura e parë e këtij shteti. Kjo fitore e ditës sotme vetë se na ka bërë më të fortë, më entuziast dhe na ka treguar se jemi në rrugën e dur e do të vazhdojmë kështu. Dorëheqje!